إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri nga ummeti zgjedhur, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, sot edhe pse do të ndalmi që t'i thojmë disa fjalë mbi një mrekulli të veçantë, ku Allahu Azza wa Jall nuk nderoi asnjë krijesë në sipërfaqen e tokës me kësaj mrekullie. Megjithatë, paraprakisht duhem të dimë se cila është urtësia dhe i kemeti që Allahu Azza wa Jall e veçoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me këtë mrekulli. Kemi folë në ligjërata të shumta mbi sprovat e pejgamberit Allahut. Sprovat e pejgamberit Allahut kanë qenë të lloj-llojshme dhe të shumta. Thuaj se një njeri nuk sprovohet në sipërfaqen e tokës me një sprov, veçëm se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam atë sprov e ka përjetu. E një ndër sprovat e mëdha që pejgamberi Allahut i përjetoi në Mekë është vitin kur i vdiq xhaxha i tij dhe bashkëshortja e tij Khatixha. Dhe këtë vit thuat se është emërtu viti i pikëllimit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte di fortifikata dhe di mbrojtje pas Allahut Azza wa Jall. Mbrojtje të jashtme që mbronte xhaxha i tij Ebu Talibi dhe për gëdhelje, qetësi shpirtërore nga bashkëshortja e tij Khatixha radiallahu ta'ala anha. Pa pejgamberi Allahut goditet me këtë sprov në vitin e 10 të pejgamberllëkut. Saktësisht vëllezër të ndershëm, Khatixha, siç transmetohet, ka vdekur në muajin e Ramazan pas 10 viteve që pejgamberi Allahut o shpall pejgamber dhe Allahu Azza wa Jall nderoi me këtë epitet. Se po e përmeni këtë vëllezër të ndershëm që të kuptojnë se disa manifestime që manifestohen për këtë mrekulli faktikisht nuk bazohen në transmetime të vërteta. Dhe do të tregojmë se cili është transmetimi më i vërtet, se kur Allahu Azza wa Jall nderoi pejgamberin Allahut. Pra vëllezër të ndershëm, sprovat e pejgamberit Allahut ka qenë të lloj-llojshme. Kjo që është që e boni Aisha radiallahu anha, ta pyet pejgamberin Allahut dhe t'i thot: ja Rasulullah, a ke përjetu dhe një sprov më të rëndë se sa ditën e Uhudit? Ditën e Uhudit pejgamberi Allahut lëndohet fort, plagosat pejgamberi Allahut, mbiten 70 dashamir të tij. Pejgamberit Allahut gjithashtu i mbitet xhaxha i tij Hamza, që e kishte fortifikat dhe mboroje dhe ndihmë të në davetin e tij. Pejgamberi Allahut tha: po Aish, ka përjetu dhe një ditë më të tmerrshme më të rëndë se sa dita e Uhudit.
Cila ka qenë ajo ditë? Të ditën kur pejgamberi Allahut pas vdekjes së Ebu Talibit dhe Khatijës mbillët rrugat e davetit në Mekke. Dhe pejgamberi Allahut shpreson se disa të afërm të tij do ta mbështesin pejgamberin Allahut në misionin e tij, për ta përcjell emanetin Allahut Azza wa Jall dhe drejtohet në Taif. Ata jo që e pranojnë dhe e mbrojnë, mirë për e gorzuan e për gjakën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra do lejo të ndërshëm, lëndimi më i rënd i pejgamberit Allahut shpirtërisht ka qenë ditën e Taifit, ndërsa lëndimi më i rënd i pejgamberit Allahut fizikisht ka qenë ditën e Uhudit. Këto janë dy ditë më të tmerrshme që i ka përjetuar pejgamberi Allahut, derisa Allahu Azza wa Jall e njën dhimbjen e fort që pejgamberi Allahut prej lëndimit, prej dëbimit që e për zonën popullit Taifit. Allahu Azza wa Jall ja nënshtron në kompetencë pejgamberit Allahut një melek që nëse dëshiron pejgamberi Allahut që t'i përmbis popullin e Taifit për shkak lëndimit që ja banën pejgamberit Allahut fizikisht dhe shpirtërisht, ishtë në gjendje që ki melek që të përfill ordin e pejgamberit Allahut. Mirë për Allahu Azza wa Jall e përshkujtje pejgamberin Allahut bil mu'minina raufur rahim, ndaj besimtarve po edhe ndaj njerëzimit Allahu Azza wa Jall e dërgoj mëshirë. Pejgamberi Allahut tha jo, kam dëshirë që në mesin e tyre të dalin burra që të madhrojnë Allahun Azza wa Jall. Pas kësaj vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut hinë në mbrojtjen e një njeriu që vdes si jo besimtar. Mirë për pejgamberi Allahut nuk ja harron të këtë mirësi që e ka bon ki njeri, që i qonë të Mut'im ibn Adi, që në luftën e Bedrit kur pejgamberi Allahut i robëroi 70 nga mushrikët, thonë të pejgamberi Allahut të kishtë qenë Mut'im ibn Adi që më strehoj në Mekke dhe të kishtë ndërmjetësu për këta të robëruar, do t'i kisha liruar në shenjë respekti dhe nderi për atë që e boni me mu, kur më strehoj dhe më mundsoj që të sirisht të hinë pejgamberi Allahut në Mekke. Pra leo të ndërshëm, atër ndërin fuqia Allahut Azza wa Jall për të përkthel dhe emrën e pejgamberit Allahut. Leo të ndërshëm Allahu Azza wa Jall e ngrit pejgamberin Allahut lart në qiell. Mesazh për pejgamberin Allahut, po mesazh dhe për pasardhësit e pejgamberit Allahut, se nëse nuk gjeni mbrojtje, nëse nuk keni përkrahje në dunja, në këtë botë, mos harroni se ju keni përkrahje nga qielli. Nëse jeni të dëbuar në këtë dunja, jeni të mirë se ardhur në qiell. Nëse nuk ju pranojnë juve si pejgamber në këtë dunja, Allahu Azza wa Jall ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam s'ka hapësirë dëshpërimi dhe pikëllimit e ti, nga se ti e imam i gjithë pejgamberëve të Allahut, të çmojnë krijesat në qiell para se ta dinë vlerën ato që janë në tokë. Pra do leo të ndërshëm transmetime të ndryshme që unë nuk do të ndalmi në ta për shkak kohës vëllezër të ndershëm. Mirë po kam bëu lëmtime të gjata rreth këtyre ndodhive, për shkak se ne jemi mësuar një transmetim që na transmetohet se pejgamberi Allahut ka kalu një pjesë të natës prej Mekke në Kuds e pastaj është ngjit lart në qiell. Mirë po unë i jap përparësi atij mendimi dhe do ta shfaqoj dhe do ta prezantoj mendimin për t'i bashkuar transmetimet se kjo ndodhi si ka ndodh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu të ndershëm kanë bërë dilem dietarët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngjit në qiell me trup dhe me shpirt apo vetëm me shpirt. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall në suratul Isra e përshkruan vetëm udhëtimin e pejgamberit Allahut prej Mekke në Kuds. Dhe nuk e përshkruan në këtë surë ngjitjen e pejgamberit Allahut lart në qiell. Mirë po e përshkruan tërthorazi në suratul Najm se çfarë po pejgamberi Allahut lart në qiell. Pra Allahu të ndershëm, dhe unë i takoj këti mendimi dhe anoj të ki mendim i Aishës radiallahu anha dhe Muavijas,
ku transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi, ku thot pejgamberi Allahut me një transmetim, isha duke pushuar në hijet e Ka'bës, si transmetohet mes gurit të zi dhe me kamu Ibrahim, dhe thot merdhën 3 njerëz i shfaqen pejgamberit Allahut duke qenë në gjumë, edhe nepse e dim se pejgambert Allahut si të tyre kanë pushu, kanë flet, mirë po zemrat e tyre nuk kanë fjet, edhe njani prej atinve tha ash aj, tha i diti prej atinve tha ash aj, edhe i treti prej atinve tha ash kja është ma i miri. Me transmetim thot pejgamberi Allahut përderisa isha duke pushu në shtëpin time, pejgamberi Allahut ishte duke fjet, tha u hap pollazi apo u hap plafoni i dhomës së pejgamberit Allahut dhe prezentojnë dy melek, Gjibrili dhe Mikaili alayhimassalam, dhe thojnë e sjellin të ma sjellën mua, tha për Gjibrili alayhisalam dhe ma ndonë gjoksin tim, janë ndonë pejgamberit Allahut prej arës e fitit deri nën kërthizën e ti, e qonë pejgamberin Allahut, e operon pejgamberin Allahut, dhe tha pejgamberi Allahut dhe ma kanë nxjerrë zemrën nga gjoksi ti ndershëm, dhe ka sjell një pjatë në Dukati, i mbushur me zemzem dhe ja ka pastru zemrën pejgamberit Allahut, me transmetim që thuat se pejgamberit Allahut ja ka mbush gjoksin e ti me urtësi dhe besim, përgatitet pejgamberi Allahut për me shku në qiell, s'ka mundësi vëllezër të ndershëm që njeriu të lartësohet kaq lart, të komunikon direkt me Allahun Azza wa Jall, pa e mbush zemrën e ti me urtësi dhe me iman. Pra transmetimet e vërteta se pejgamberi Allahut djerë është operu zemra e ti, kur ka qenë qoni i ri, është operu zemra pejgamberit Allahut, dhe në atë kohë është nxjerrë hisja e shejtanit, një pjekës gjaku i ngjizor, që ka thonë Gjibril alayhisalam, kjo është hisja e shejtanit në zemrën e birit Ademit, ja kanë hek nga zemra pejgamberit Allahut. Për atë Aisha kur e pyeti pejgamberin Allahut, kur i tha pejgamberi Allahut, oj Aisha, ta erdh shejtani jot, tha Aisha, ja Rasulullah, kam shejtan, tha po, tha dhe ti ke shejtan, tha po, mirë pa Allahu më ka ndihmu ndaj shejtanit tim, që me një transmetim thot është bo musliman, me një transmetim thot është dorëzu dhe nuk më urnon vetëm në të mirë. Shejtani pejgamberit Allahut është bo musliman, apo shejtani pejgamberit Allahut është dorëzu dhe nuk e urnon pejgamberin Allahut vetëm mirësi, nga se zemra pejgamberit Allahut është pastru me ujë zemzemit para nërë duke qenë fëmijë, ja pra rasti ditë që operohet sërish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thonte Enes ibn Malik, ja vërejshë kepjen e gjoksit pejgamberit Allahut, ku Gjibrili alayhisalam e ka qep, pasi ja ka mbush zemrën pejgamberit Allahut me iman. Ato dhe të ndërshën pas taj vazhdojnë transmetimi dhe thot, unë dhe Gjibrili kena ip me një pem, aj me një deg, unë në degën qëtër, dhe është lartësu pema aqë lartë derisa, kam arrit të qjeli i dunjas, thuaj se aqë afer bujshna me kap me dorë. Dhe pas taj Gjibrili alayhisalam trokitin derë nga se dirë që jejtë kanë dyrë, dhe transmetohet se qielli i parë është i qiell që janë të i dukshëm, mirë po kanë fortifikata dyrë. S'ka mundësi të ngjitet lart askush pa lejen e Allahut Azza wa Jall, dhe pa i hap me lekët këto dyrë trokitin derë, e ai që ish pas derë e pyeti dhe tha kush është? Tha u përgjigj Gjibrili alayhisalam dhe tha jam Gjibrili. Tha kush është me ti? Tha është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tha është ftuan, është dërgu, pra është ftuan, tha po. Atëre i hapin derën dhe pejgamberi Allahu ngjitën qiellin e parë. Pse Gjibrili trokit në derë? Për shkak se na mëson edukatën që ku shkojmë dikon duhet me trokit në derë. Si transmeton Xhabiri, i cili thot,
shkova te pejgamberi Allahu trokita nder, dhe pejgamberi Allahu tha kusha pas dere, tha i thash unë, pejgamberi Allahu tha unë, do është me përmen emnin, kushia unë, krejt una janë, para do është me përmen emnin si që përmeni Gjibrili a.s. Tha pasi i në qelin e parë, tha e pash një plak i ullur, i cili kur shiqon të në gjath, o boskeshte, dhe kur shiqon të majt, o brengoste, o mërzite, dhe Gjibrili më tha, jepi selam se kja është baba jot Ademi a.s. I dhash selam Ademit a.s. Ma këthej selami dhe tha, mirë se la ke ardh o biri im, me i dërguar i mirë. Pastaj e pyeta Gjibrilin dhe thash, pse Ademi a.s. qesh kur shiqon nënën e gjath, dhe pse Ademi a.s. ashtë i brengosur i mërzita kur shiqon në majt, tha nga se shpirtat e fmive të ti gjenet lit janë nënën e gjath, shpirtat gjenem li janë nënën e majt, kur ti shiqon gjenet lit a i busqerës dhe gëzohat, kur shiqon gjenem lit a i brengosat dhe mërzitët. Pastaj ta vazhdova udhtimin me Gjibrilin a.s. derisa më rrinat e qielli dit, trokitëm der edhe më pytën kush a Gjibrili me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ndodhi e njëjti rast. E pastaj u hapën dirë t'i dhash selam dhe tha i pash di pejgamber të Allahu. Tha nuk i njifshta ato, tha këto ishin moshanika njani me qetërin. A ish Isa i biri Merjemës dhe Jahja i biri Zekerias. Këto ka qenë të zaka, nonat i kanë pasën motra. Isai a.s. e ka pas Merjemën dhe motra e Merjemës ka qenë bashkëshorte e Zekerias. Ku e ka lind Jahjen a.s. i dhash selam, ma këthin selami dhe tha mirë se na ke ardhur vllavi mirë dhe pejgamber i mirë. Pastaj vazhdova udhtimin, e hapa qielli të ret, pasit morët leja dhe e pash një njeri i bukur dhe më njoftoi Gjibrili a.s. pasi e pyeta kusha, tha kja është Jusufi, i dhash selam dhe ma kthej selamin. Me një transmetim thuat se Jusufi t'ju ka thonë gjisa e bukuris, Enes ibn Malik thonë të gjisa e bukuris së pejgamberit Allahut. Pra pejgamberi Allahut ka qenë më i bukur. Nëse transmetohet me një transmetim, s'ka dërgu Allahu as një pejgamber, vetëm se i ka stolisën ato me di veçori, me bukuri dhe zotë e bukur. Kjoni prej atinve ka qenë Jusufi a.s. Pastaj në gjitën lartë, derisa arritat e qielli 4, takova Idrisin për shëndeta atë, o njoftova me ta. Pastaj unë gjitën qiellin e 5 dhe takova Harunin, i dhash selam dhe nga kthej selamin, njësoj si këto pejgambert Allahut. Pastaj unë gjitën qiellin e 6 dhe takova Musajn a.s. i dhash selam Musajt dhe ma kthej selamin. E pastaj kur fillova të ngjit në lartë qajti Musaj a.s. e pyet Gjibrilin a.s. pse po qanë Musaj, pyetët Musaj pse po qanë, tha për çka kse ki voglush, ki gjallosh ka arë pas meje, mirë po do të kam shpresu që dhe unë do të kem gjemon gjenet sa ki, mirë po gjemoti këti do t'jetë ma shumë se gjemoti im. Pse qajti Musaj a.s. vleo të ndërshëm transmetuesit kanë thonë njona pre atinve, për shkak se Musaj pa dëshirë të jetoj edhe ma shumë, të bandavet dhe ma shumë, që ti përgjigjen ma shumë, që të arrit gjemoti ti, numrin e gjemotit pejgamberit Allahut, e jo që gjelozoj Musaj a.s. nga se pak neve në bëhet e qartë, ai që ishte sebeb, shkak që neve në i letësoj, numrin e namazëve ishte Musaj a.s. Me e transmetim thuat sepse qajti Musaj, nga se dinte Musaj që ai që ngjitet lartë do të shef Allahun azze wa gjell, nga se Musaj e kish dëshirë të flak që të shiqon Allahun azze wa gjell, për atë ngjitet pejgamberi Allahut në qiellin e 7 dhe thot kur ka min qiellin e 7 e kam pa një plak me mjekër të bardhë, i mbështetër me një shtëpia adhurimit, shtëpia e shejt në qiell që i thuat Bejtul Ma'mur,
ku melekët 70.000 melek banshin tavaf përreth asaj dhe nuk ju vinë të radha mo me bon tavaf, nga se numri melekëve vëllezër të ndershëm është shumë i madh se numri njerëzve dhe gjinëve. Për këtë arsye ne falenderojmë Allahun Azza wa Jall që Allahu na mundson më shumë se një herë me bon tavaf, më shumë se një herë me bon hax, më shumë se një herë me bon umrah. Bejtu Ma'mur në që edhe thënë të është paralel me Qabën, thënë të me një transmetim pejgamberi Allahut me ra Bejtul Ma'mur prej që eli bjen bi Qabë. Kjo i ban disa shkencëtar dhe disa musliman të thojnë se toka është e palëvizshme. Gjithë planetat përreth nesh janë ato që lëvizin, mirë po toka është stabile, nuk lëviz, nga se Bejtul Ma'mur me ra prej që eli mbjen bi Qabën, pra ndrejtim të Qabës u pat ul Ibrahimi a.s. jep selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thanë që elin e 7 ishte një pemë e quajtur Sidratul Muntaha. Çfarë pemë është kjo dhe pse ka marrë këtë emën? Ne do t'i flasim edhe disa fjalë në pjesën e hutbës së dytë. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na takon me pejgambert e tij në Jannatul Firdaus. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na fal gabimet dhe të na pastron dhe të pastër të na pranon Jannatul Ma'wa. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Vëllezër të ndershëm, në qiellin e 7 gjendet një pemë që kjo pemë nuk i përngjatson asnjë pemë të dunjos. Vetëm se pejgamberi Allahut për ta parafruar tek ne, na i ka përshkruajtur gjethet e saj dhe frutet e saj. Ka thonë pejgamberi Allahut se gjethet e saj janë të mëdha sikur se veshët e elefantit, ndërsa frutet e saj tha janë kalaveshët e mëdha, si e përshkruajti pejgamberi Allahut sikur se tokat e Hijrit apo Bahreinit të sot. Kështu ja përshkruajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po tha bukurinë e kësaj peme s'ka mundësi gjuhë ta përshkruar. Kur flet Allahu Azza wa Jall, kjo pemë ndryshon ngjyrat dhe bukuritë e saj. Kjo pemë është që thonë të pejgamberi Allahut me hec, në këtë pemë njeriu t'i kalojnë më shumë se 100 vite me hec në hijen e kësaj peme. Sa quajtur Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha është një pemë që e ka emrin sidër, mirë po me gjithata, apo ne që i thojmë lajthiz, mirë po Muntaha që mbarojnë. Çka do me thonë këtu mbaron? Ka thonë me lekët këtu e mbarojnë udhëtimin e tyre. Mbi këtë pemë nuk është ngjit askush, përpos siç thuhet me një transmetim pejgamberit Allahut. Kjo është stacioni i fundit i melekëve që cilët ngriten lart në qiell. Apo ka thonë veprat e birëve të Ademit ngritën deri kja stacioni i fundit. Apo shpirtat e muslimanëve, shehidave dhe pejgamberëve pushojnë në këtë vend, nga se ka ardhur me një transmetim që pejgamberi Allahut ka thonë pranë kësaj peme Jannatul Ma'wa, xhenneti i qetësimit është në këtë vend. Sidratul Muntaha këtu mbarojnë çdo çështje që ngritet prej dunjaje lart në qiell dhe prej qielli vin urdhat e Allahut Azza wa Jall në këtë stacion Sidratul Muntaha dhe thuat se pastaj pejgamberi Allahut ta ngjit lart ku dhe Xhibrili alayhis salam është ndal në këtë vend dhe prej këtuaj disa thojnë se ka komunikuar me Allahun Azza wa Jall, disa thojnë se është ngjit më lart ku ka shku pejgamberi Allahut më lart, ka shkuar në xhennetin e Allahut. Për shkak se vëllezër të ndershëm xhenneti është mbi Sidratul Muntaha, që thuat se Jannetu Adn është mbi këtë pemë
dhe pejgamberi Allahut i ka pa në bukurit e xhennetit dhe e ka pa në gjithashtu se në burimin e kësaj peme burojnë 4 lumej dhe e pyetën Gjibrilin a.s. çfarë janë këto 4 lumej. Tha Gjibrili a.s. di janë të dukshëm, di të padukshëm. Kush janë këto 2 lumej të dukshëm? Tha këto janë 2 lumej që ju i shifnin dunja, Nili dhe Efurati. Burimin e tyre e kanë nga trungu i kësaj peme, ndërsa 2 lumej qerë janë lumej të xhennetit, që thot pejgamberi Allahu gjithashtu e ka pa dhe ujin e Kautherit, lumin e Kautherit, që Allahu e përgëzoi pejgamberin Allahu duke i thonë inna a'tainaka al-Kauther, ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam të kena begatu me ujë të Kautherit. Pastaj komunikoi me Allahun azza wa jall dhe Allahu azza wa jall ja ka dhënë pejgamberit Allahu 3 dhurata në këtë udhtim. Pa përkthele për pejgamberin Allahut, pritje madhështore për pejgamberin Allahut. Allahu azza wa jall pejgamberit Allahut ja jep 3 dhurata më të çmuara. Dhurata e parë që Allahu azza wa jall e gëzon pejgamberin Allahu, që Allahu e lajmëron se Allahu ka me fal krejt umetin tan, krejt gjunat ja fal umetit tan të vogla dhe të mëdhaja, nëse i pendohen Allahut azza wa jall. Kjo është e veçantë për umetin e pejgamberit Allahut, me 2 fjalë ke mundësinë me i shlien të gjithë gabimet që i ke bën gjatë jetës tone. Pse preton që ti pendohesh Zotit tan? Kjo është dhurata e parë, dhurata e ditë që ja dha pejgamberit Allahu. Tha ishte një thesar, ishte një qip në skajnë të arshit Allahut. Allahu azza wa jall e shpalos këtë qip dhe i nxerrën diajete të cilët thonë të pejgamberi Allahut, kush i lexon këto diajete në mëngjes do t'i mjaftojnë sikur të për të ditën, dhe kush i lexon këto diajete në mbrëmje do t'i mjaftojnë për të natën. Ne i kemi ndëgju këto ajete shpesh, i ndëgjojmë mirë, po nuk i praktikojmë. Këto diajete janë përfundimi suratul Baqara, që amana ar-rasulu bima unzile ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Dhe transmetohet me i transmetim tjetër që thonë të pejgamberi Allahut ishte me Gjibrilin ullën në Medinë dhe ndëgjoj një zhurmë nga qielli, u qel një derë në qiell. Ishte ullën me Gjibrilin a.s. dhe Gjibrili a.s. tha ja Muhammed sallallahu a.s. kja është meleku i para herë që zbrit në tokë. Tha po t'jep selam, ktheja selamin. Ja këthen pejgamberi Allahu selamin. Dhe kja është meleku që ja jep një mishde pejgamberit Allahut. Kja është mishde që 2 drita ja sjell prej qiellit pejgamberit Allahut. Dhe i thot Gjibrili a.s. nëse ti lutësh Allahut azza wa jall me njëna prej këtyre 2 dritave, Allahu azza wa jall direkt të pranon lutjen tone. Cili është këto drita? El-Fatiha, pra me i thonë Allahu ihdina sirat al-mustaqim, nga thellësia zemrës Allahu drejton rrugën e drejtë. Dhe me i thonë Allahu të Rabbena la tuakhidhna in nasina wa akhtana. Amena Rasul, o Zot na i fal, na fal neve se na kena gabuan, na kena harruan. Allahu thot do të bëj, do t'i fali. Kjo dhurata e ditë që ja dha pejgamberit Allahut. Edhe dhurata madhore që ja dha pejgamberit Allahut është namazit, ku Allahu azza wa jall ja jep pejgamberit Allahut 50 kohë namaz në ditë me i fal. 50 kohë namaz me i fal ditën dhe natën ummeti jot dhe ti, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të arrit mëshirën e Allahut. Dhe pejgamberi Allahut e pranon. E pasit kthehet kur ka kalon te Ibrahimi a.s. e pastaj zbrit në qiellin e 6, ku e takon Musajin. Musaj e ndal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ju tregova se Musaj s'ka pas gjelozi. I ka thonë ja Muhammed, çka turnoj Zoti jot, ta mundoj 50 kohë namaz, ktheu prap. Ummeti jot s'ka mundësi ti ban 50 kohë namaz. Unë jam provru me ben Israilet, unë kam hek me to, unë jam torturu me to, unë jam që i kam përjetu mirësit e Allahut me popullin tim mirë, po kanë njërën rebelu. Ktheju dhe Zotit tanë shvitzoje lipi Allahut letësim.
e këshirë Gjibrilin a.s. Qka po thot Gjibrili, e ullë kokën, Gjibrili thot po këthemu, këthejet e Allahu azza wa jall dhe i thot ja rab letësim për umetin tim, ja ik Allahu 5 kohë namaz, jesin 45, pasaj shkon të Musaj, eri këthen prap, pasaj këthejet e Allahu, bon 40, pasaj 5, 35, deri sa ku të venën 5, i thot Musaj këtheu, lip letësim se umeti jot, as 5 vakte nuk i ban, tha valla, jam këthien, dhe ju kam lut, zotit tem atë shumë, deri sa mjen marë dhe kam turp, që ti thamë Allahut azza wa jall bi 50 edhe 5 i bojnë, parat Allahu azza wa jall, atër e thot, caktimi Allahut azza wa jall është në ven, kush i falë 5 kohë namaz e ka shpërblimin sa 50, pra kush i le 5 kohë namaz i kalon 50, dhe ja dhjep Allahu azza wa jall për gjdo mirësi ka 10, gjdo të mirë qka e ban Allahu të shkun 10, kja është urdhi Allahut azza wa jall dhe urdhi Allahut nuk ndryshon. Pastaj i tha zbrit të pejgamberi Allahut, nuk kam kalu prej një pjesë të qiellit, vetëm kanë porosit me lekat, urnoj umetin tën, ne të bëj hijame, urnoj umetin tën, ne të bëj hijame, qka të thot hijame? Nxjerrja e gjakut të keq, është ilaçi çdo smuje, që na e neglizhojmë ketë. Pejgamberi Allahut na mësoi vëllezër të ndëshëm, pastaj kur ja pa disit ta e pashe vetën se ishten me ke, mirë po pastaj u zgjova Gjibrili dhe Mikaili me një kafsh të jo zakonshëm i quajtur Burak, ishte ma i madh se gomari, ma i vogël se mushka, me fren dhe me shal, te freni e man të Mikaili, shalën ja diton të Gjibrili, i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashk me Gjibrili në kafsh. Kafsha Burak i gjersitet, erit e risa pikon, e pyk Gjibrili, ja Burak, pse u gjersitet, tha, nga se në shpinën time, deri sot nuk ka i krijes ma e ndershme se aj që janë shpinën time, dhe ishte Buraku i shpejt, para ta ka thonë e ka mor emnin Burak, nga fjala bergëve tim, shpejtësin e kirsive tim, deri sa të kaluan pranë varit vëllavit tim, ullton në pjesë të natës, vëllezër të ndershëm, prej në Mekke, Mesgjidul Haram në Quds, shkon pejgamberi Allahut për të morë një mision, të morë një emanet që e kanë lonë pejgambert e Ben Israilëve, ku Ben Israilët e lanë fen, Allahu azza wa jall dërgon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që këtë emanet të transferon prej pasardhve të Ishakut, prej pasardhve të Jakubit në pasardhësit e Ismailit, kalova pranë varrit të vllavit tim Musait, e pash duke bon namaz në varë, e pas taj hina në erdhëm të xhamia, tha dhe e lidhëm Burakin të halka ku e lidhshin dhe pejgambert e Allahut, nga se Sejid ibn Musejb thonë të Buraki ka qenë mjet, i që i ka bërë pejgamberët Ibrahimi a.s. ullëton të prejnë Palestinë në Quds me këtë mjet, para ta dhe ullëtoj dhe pejgamberi Allahut me njëjtin mjet, tha kur hina në xhami vëllezër të ndërshëm, thash e pash, i pash pejgambert e Allahut, kanë e pave, ja Rasulullah, tha e pash Musajin, i gatë, i hol, i zaift, ishte Musaj, zeshkan duke u bon namaz, dhe e pash gjithashtu Isajin, i cili ishte mesatar, lok t'i kishte, tërte tuli vesheve, e përshkujti Isajin a.s. dhe e pash Ademin duke bon namaz, dhe e pash Ibrahimin a.s. me një transmetim, pastaj u ngrit i kameti, pra kja është namazi sabahut i par, që pejgamberi Allahut e falë jetën e vetë, e pastaj tha u radhitëm të gjithë pejgambert në saf, dhe në Gjibrili a.s. janë gjithë për dore pejgamberit Allahut dhe ban imam, i gjithë pejgamberve të Allahut me ja tragu fatiletin vlerën pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut i prin namazin e sabahut, i prin gjithë pejgamberve të Allahut, i bot imam tha kush dhash selam, gjallë dhe majt, Merë Gjibrili a.s. tha ktheu majt dhe jepi selam që ti po ka qenë me don selam. Tha kur e ktheva kokën a i më dha selam e pyta,
Gjibrilin kusha tha, kia është kujdestari xhenemit Malik, që nën kupton vëllezër të ndërthëm që xhenemi nuk është në qiell, po xheneti është në qiell, ndërsa xhenemi kur është Allahu alem. E pastaj vëllezër të ndërthëm kthehet pejgamberi Allahut i brengosën Mekë, si do të shpjegon njerëzve se ka udhëtuar një pjesë të natës, edhe ka ardhe Abu Xheli ka grumbullu moshrikat dhe i ka thonën, nëse je besnik vërtet atë që pe thua, atëherë na i përshkun xhamin, na i përshkun dritarët, na i përshkun shtillat, na i përshkun dyert, ndërsa ishte kohë e natës si ta përshkun pejgamberi Allahut. Tha atëherë ka qenë më i brengosur jetën time se kur. Nga se si kanë me besu, kur Gjibrili ma ka sjell Mesxhidul Aqsa para meje, tha si kur se me qenë të shtëpia Akilit, miqës vetë pra e shifna me si, qka më pyqin ato rotollon të xhamia dhe ja përshkujshna, thanë përshkrimi është e vërtet dhe dishin se pejgamberi Allahut nuk ka udhëtuar kur në Quds. Pra vëllezër të ndërshëm, një ndër urësit pse ka udhëtuar pejgamberi Allahut, emanetin e Qudzit, çelësat e Qudzit i ka marrë pejgamberi Allahut. Pra çështja e Ksas edhe Qudzit nuk ka çështja e palestinezëve, a çështja e umetit pejgamberit Allahut. Nga se në këtë drejtim namazi fillimisht ka qenë obligim dhe pejgamberi Allahut dhe pas hijretit 16 muaj ka bërë namaz drejt Qudzit. Kjo kibla e parë e muslimanëve. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall t'i ndihmon musliman që ta çlirojmë këtë shtëpi të shenjtë të ndërtuar nga pejgamberi Allahut, nga dora e fëllisht e ndërtësirave të dunjas. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu ta pranon namazin e xumas. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.